lupton, s'ka ndaj problem. Erdha. Duke tjetër në turta. Jo rrova. Jo kam. Vedem ato foto të tjera, s'ka foto të filmit. Hape tjetër, ti bora tjetër. Drejt për së drejti nga stadiumi Andoj Lapa i qytetit të Saranës dalin të dy skuadrat Butrindi dhe Memalia për të nisur këtë takim të kategorisë të dytë të grupit B të dy skuadrat në drejtimin e trajnerëve Mariglen Nela për skuadrën e Butrindit, por në krahun tjetër Kevin Dana, drejtori sportiv i skuadrës së Memalia. Këtë takim të sotëm zbresim në tapetin e stadiumit Andoj Lapa për të zhvilluar takimin e kësaj jave mjaft interesante ku Butrindi kërkon pikët për të ruajtur zonën play-out, ndodhet në vendin e 5 me 27 pikë, në krahun tjetër Memalia është me 4 pikë në vendin e 11, ose thënë ndryshe në vendin e fundit 6 pikë pas Kërcyrës, e cila është në vendin e 10. Ndërkohë që në këtë takim të sotëm dy trajnerët Nela dhe Dana zbresin me këto formacione. Trajneri Mariglen Nela i Butrindit vjen me Musquera Morena në bord, Emirat Elio Gjata, Santi Çulli, Rebi Bocaj, Kristi Basha, Indri Sejko, Sonil Vasiliu, Cordova Palacio, Ayala Valeveso, Jesus, Shaqir Jugu dhe Marino Lala. Ndërkohë në krahun tjetër drejton edhe njëherë drejtori sportiv Kevin Dana vjen me këtë formacion në port Kristian Selmani, Çamir Skëndera, Skerdi Matushi, është Meldion Caushi, ndërkohë që Teklani Aupi, Orest Hyzellari, Geraldo Ysi, Ilias Bega, Kristi Kasmollari, është Krenar Bilaj dhe do të shohim futbollistin është 41 vjeçari Krenar Bilaj dhe Erlind Gropa. Ndërkohë që një 4-5-1 trajnerit Kevin Dana në krahun tjetër. Në stonjë e rezervave janë këta futbollistë për skuadrën e Butrindit: Vicent Anane, Eglan Zymeri, Elvi Sheu, Oliveira Silva, në krahun Florent Selman, Lancina Junior dhe Andri është Alessio Valin Stafa. Ndërkohë që arbitrat të këtij takimi, gjyqtar kryesor Ervin Kotomelo nga qyteti i Korçës, asistenti i parë Amarildo Spahiu nga Pogradeci, asistenti i dytë Gjergji Glekprifti nga qyteti i Korçës dhe arbitri i katër është Kristi Hoxha nga Gjirokastra. Ndërkohë delegati i këtij takimi është Shkelqi Mali, ka nisë në këto momente takimi është pikërisht skuadra e Memalia, është Matushi, gjen numrin 2, aty futbollistin Çamil Skënderaj, në krahun tjetër numri 18 Kasmollari, ka shqetësimin e Vasiliut, ka rivënë ansore, gabon Kristi Kasmollari. Tregoj të vëmendshëm asistenti i parë i takimit të sotëm është Amarildo Spahiu Jugo. Do që ka nisur mjaft mirë është Ayala. Vjesa Cordova Palacio, gjë në krahun tjetër Rebi Boca, është Seko. Krosimi i Sekos devijohet, ka goditje nga këndi Skerdi Matushi. Devijon krosimin e futbollistit Indri Sejko. Shohim tek Elio Gjata ka flamuri këndit.
Shën çfarë sjell kjo goditje standarde nga këndi. Po tjetë futbollisti Elio Gjata i cili do të krosoj. Shën krosimi gjysmë lartësi, Basha me kokë, shkon jashtë, rivënien fundore, i takon skuadrës së Memalia dhe portierit Kristian Selmani. Ka qenë Basha i cili ka goditur. Gati kjo rivënien fundore nga portieri Memaliajt, i cili bëhet gati. Nuk ka asnjë alzimi i Kotomelos. Alzimi i portierit Kristian Selmani. E largon është futbollisti Palacio, Ayala, Bocaj, në kraun e majt, shihet Shaqir Jugu për para mbrojtjes, së bashku me Ayalen, ka rivënia ansore, ka bënë futbollisti me numër 10 i skuadrës është Geraldo Ysi. Mësut në një Oresti Hyzellari, ndërkohë largohet sërish nga Skënderaj. Vasiliu ka marrë mjaft mirë Krenar Bilaj, 41 vjeç miq. Goti vëmendshëm, eksperienca e futbollistit Bilaj, e ka mbajtur Lala, i del Vasiliu, gabon Kasmullari, e ka marrë Gjata, lëviz mjaft mirë. Pas është Palacio, largon edhe një Kasmullari, më pas numri 8 Heklani Aupi, kthehoi mbrapa tek portieri Kristian Selmani. Topi gjatë, shkon në mënyrë të gabuar, largon Basha me kokë, e zotron Ayala. Ka marrë pas futbollisti Çulli, Gjata. Ka zdruar Lala, ka shqetësimin e Skënderajt. E një të shojnë Vasiliu, ka një topi i cili shkon pranë flamurit të këndit, ka dalë në rivënie ansore. Topi takon në futbollistit Kasmullari. Largon Lala, edhe një Kasmullari. Ka shqetësimin e numrit të 20 Krenar Bilaj, Jugu. Shojmë është Ayala. Gjen kraun e majtë Rebi Bocajn. Ishte futbollisti Seko i cili ka bon. Vetëm rivënie ansore Basha, gjen Ayalen, i kthyer mes mbrojtësve, mes fushori, Jugu. Plan të parë edhe dy trajnerët, Marglien Nela i Butrindit, por dhe drejtori sportiv i skuadrës Memaliajt, Kevin Dana. Tjetër rivënia ansore i takon skuadrës së Memaliajt. Tjetë numri 4, Trokastriti, Skerdi Matushi. Ka goditje dënimi. Jo rivënia ansore, largon Bocaj, Ayala. Ka shqetësimin e numrit 20 Bilaj, i kudo ndodhur, Jugu. Vjes mjaft mirë Shaqir Jugu. Shojmë top tokazi në drejtim të Sonil Vasiliut. Ka marrë Gjata, brenda zonës Gjata, krosim në shtyllën e dytë, Lala, çfarë ka bon Marino Lala. Pare pranë portës, u mbet mundësi për të goditur portën e Memaliajt. Shojë të tjetë Sorin Vasiliu, dhe ka unë i këndit, pësimi brenda zonës, Sejko, tregohet i vëmendshëm.
portieri Kristian Selmani. Shifrat e barabarta 0-0 kur luhet minuta e 7 e pjesës së parë. Shto numri 15 Bega, Ilias Bega, Vasilio. Zotron Lala, e ka marrë Palacio, edhe një Sonil Vasilio për është pozicioni pa rregull. Do tjetë Skënderaj. Topi cili shkon në drejtim të Hyzellarit. E ka marrë me kokë numri 10 Geraldo Hysi. Ka bon skuadra e Memaliajt. Top që shkon në këmbët e portierit Daniel Musquera Moreno. Ko ga bon dhe Seko në krahun tjetër, nuk e merr siç duhet ato për vënë ansore. E marrë futbollisti me numër 19 Erlind Gropa. Sotret nga futbollisti Caushi topi më pas Kristian Selmani, portieri i Memaliajt. Jaupi gabon në marrjen e topit, pas zotron Shaqir Jugu. Gjata. Vismjap mirë, Elio Gjata. Shqyruar Ajala. Vismjap mirë Lala, edhe një Gjata në krahun e djathtë Sonil Vasiliu. Gjata ka zonë të lirë, Gjata krosimi bën zonës Lala. Çfarë gabimi! Është për herë të dytë Marino Lala, nuk shënjestron portën. Një tjetër gafe e Sënuesit Sarandiot. Në mënyrë të gabuar. Edhe një Lala largon me kokë, më pas është Kasmollari, Vasilio, e ka marrë topin Skënderaj. Në krahun tjetër është Jugu, fiton këtë duel me mbrojtësin Shamil Skënderaj. Vasilio e ul me mirë, i ndërhyn Skënderaj sërish, por e ka Jugu topin. Ajala, edhe një Jugu, kthehet mbrapa tek kapiteni Kristi Basha, më pas Ajala. Vasilio, një tjetër futbollisti ku do ndodhur te skuadra e Butrindit, Sonil Vasiliu. Ndërkohë që Gropa në krahun tjetër zotron dhe fiton duelin nga futbollistin Indri Sejko. Saushi largon. Hysi. Ka shqetësimin e Elio Gjatas, duel shpejtësie mes Gjatës dhe Geraldo Hysit. Ne shohim top drejtim të numrit 9 Hyzellari, ajo është në pozicion të parregullt, do pa pozicioni i parregullt i Olger Hyzellarit. Ka vetëm pozicion të parregullt, topi i cili u nis nga mbrojtja e Butrindit. Gjata. Vismjaf mirë Elio Gjata, gjen Marino Lalën, ka zonë të lirë në krahun tjetër Indri Sejko. Hyet zonë së retësisë, dhe Vismjaf mirë Sejko, ndërkohë që Ajala i prish punë futbollisti Marino Lala, tentoi goditje nga distanca Ajala, por Lala i largon topin, që të cilën pas shkon në rivënie fundore. Shihet dhe rezultatet e ndeshjeve të tjera, ku janë vetëm shifrat e barabarta 0-0. Rivën Asoli takon skuadrës Memaliajt. Është Caushi. Ka zëtruar topin Ajala. Ka shqetësimin e Krenar Bilaj. Krahun tjetër dhe skuadra Memaliajt, vetëm 2 futbollistë në stolin e rezervave. Drizaj dhe Bogdani. Vasilio, brenda zonës i ka ndryrë Skënderaj. Goditje nga këndi.
Mësimi brenda zonës, largohet edhe një nga Skënderaj, më pas e zotron Lala. Top Tokazi gabon, largon futbollisti Matushi, më pas Gjata. Mësimi në shtyllën e dytë, del portieri Kristian Selmani. Shohem largon Bocaj. Strojnë krahun tjetër Seko. Tyri rivën e fundore i takon skuadrës së Mem Aliajt. Marr topin Seko, ai i cili fitoi duelin. Top në krah është pikërisht në drejtim të futbollistit Gjata. E zotron Jugu, lëviz mjaft mirë, Shaqir Jugu. Edhe një Gjata, krahun e djathtë. Ka një duel me Sti dhe Geraldo Ysit, ka goditje dënimi. Tjetë Sonil Vasiliu. Vasiliu në shtyllë 2 dela dhe zotron Sonu, më pas është largon Matushi, ishtetari Butrindit. Ajala që në krahun e majt Bocaj, që në Cordova Palacio e në Bocaj. Ka ndryr Gropa, zotron Lala, ndërkohë Vasiliu dhe ka vetëm goditje dënimi. Ka ngelur i dëmtuar portieri Kristian Selmani. Që Marino Lala që ka ndryr në mënyrë të gabuar. Që në ndërhyrje ka buar ndaj portierit Kristian Selmani. Shikuar me një ndihmë e stafit mjekësor. Ende nuk është quar portieri. Është ka problem ndoshta me shikimin. Ma fytyrë me duar, por ose ka dhe një loj fair play nga Marino Lala, i gjyqtari kryesor i kësaj ndeshje. Kurçari Ervin Kotomelo ka parë dhe gjendjen e portierit Mem Aliajt.
Basha Stron Boca e kthe mbrapa. Shkon në këmbë dhe portierin Moreno. Stron Çulli, më pas Gjata. Edhe njëherë Ajala, Jesus. Do në gjej Palacion. Ajala, Jugu, edhe njëra Ajala, zotron Marino Lala më pas. Gjenë futbollistin Sejko, është pozicion pa rregull. Është pozicion të pa rregull, Indri Sejko. Qenë Boca, ai i cili ka shka pozicion pa rregull, që në momentin e parë, përpara se topi të shkonte tek Sejko. Bocaj, Ajala, kthetorin mbrapa tek Basha. Gjënë Shaqir Jugun, vis mjaft mirë në krahun e djathtë Sonil Vasiliu, ka afrimin e Elir Gjata, se vis mjaft mirë Gjata, kitet pasimi ti Elir Gjata. Shohim me fundore, ngasim bra zonës në duar e portieri Kristian Selmani. Ka zë në këto 18 minuta lojë të pjesës së parë. 0 Butrindi, 0 Memaliaj. Topi gjati portieri Selmani, në drejtim të Olger Rizellari, e Amara Jala. Vismja mi ka shqecimin e Krenar Bilajt, këtëtorin mbrapa, është Bocaj, Simi Sejko, nuk ka rinë Vasiliu të azotrojmë, ka spritë Sonil Vasiliu, këtëtorin mbrapa, Shaqir Jugu, këtëtorin mbrapa të Kajala, edhe njërë Cordova Palacio, sërish Jugu, Ajala, këtë mbrapa topi kapiteni Basha, Bocaj në krahun e majtë. Dhe pasimi i Bocaj, largon Matushi, më pas është mundi vjetë Geraldo Ysi. Çulli, Jugu, edhe njërë Ajala. Vasiliu, Zotron Shaqir Jugu. Top drejtim të Cordova Palacio, brenda zonës, çfarë ka humbur Cordova Palacio? Cordova Palacio ka menduar se ndoshta ka qenë pozicion pa rregull, goditje Tokazi, fare pranë shtyllës. Gjata gabon Skënderaj, gabon dhe Gjata, ka larguar në pas në 18 i Memaliajt, Kasmullari, Jugu, ishte pas Lala, i cili ktheu topi mbrapa, larguar Lala, që ka rivënje ansore, Rëm Butrindi do t'jetë Gjata, të Gjatë në drejtim të Lales, të ka zotruar Rino Lala. Ajala. Minuta 20 e pjesë së parë. 0 Butrindi, 0 Memaliaj. Topi në krahun e djathtë. Gjata, krosimi në gjysmë lartësi, largon Skënderaj. Ka goditje nga këndi. Në çojnë dhe rezultatet e ndeshjeve të tjera të grupit B, aty ku se Orikumi udhëheq përballë Tomorit me shifrat 1-0, ndërkohë të katërt ndeshjet e tjera, Devolli Maliqi 0-0, Delvina Luftëtari 0-0 dhe Turbina Këlqyra 0-0, së bashku me ndeshjen këtu Sabini Ndolapa. Gjithsesi jemi duke ndjekur në dy faqet KS Butrindi Sarandë dhe Saranda Web. Është takimi midis Butrindit dhe Memaliajt. Shifrat janë 0-0. Fatal topi rivënia ansore ka qenë Bocaj, i ardhur nga krahu i majt.
Shojmë Jaupi. Të gjatë shkon drejtim të numrit 19 të Gropa. Do të gjej një për shokëve të skuadrës. Ja, rëmben topin në numri 17 Ajala. Ka dalë topi, ka dalë në rivën e ansore. Në ndeshja e fundit në Gjirokastër, duke se ka disa ndryshime, luan në formacion në Bocaj, pas dhe Lala dhe Sejko. Ndërkohë nuk luan Silva, nuk luan Caushlari, nuk luan Martins. Disa ndryshimet e skuadra e Butrindit. Vasilio. Pësim bran zonës. Është Sejko ai i cili ka bon. Ka vetëm rivën e fundore. Tjetë Qamil Skënderaja i cili të ta kryej këtë rivën e fundore. Po në drejtim vezit e fushës, nuk e zotron njësi. Hugo Palacio e ka marrë Lala. Largohet në rivën e ansore. Vjetë rivën e ansore dhe i takon sërish skuadrës Butrindit. Shkërkuar sërish ndihma e mjeku të skuadrës Sarandiote të Butrindit. Më të shihet është portieri Kristian Selmani. Panti ndodhet dhe gjyhtari kryesor Koçari Ervin Kotomero. Dy me 0 udhëheq Orikumi përballë skuadrës së Tomorit në stadiumin Oriku. Ndërkohë 0-0 takimit e tjera. Kur këtu luhet minuta 25 në Sarand, Butrindi 0, Memalia 0, në Carik, Turbina 0, Këlqyra 0, në Delvin, Delvina 0, Luftari 0 dhe në Devol, derbi midis Devollit dhe Maliqit është barazim 0-0. Është gjata nga këtë rivën ansore, për cilë shkon në këmbët e Palacios. Ka shqetësimin e futbollistit me numër 10 Hysi, që ka smullarin falni. Hysin pas gabon. Angeli dëmtuar, Geraldo Hysi. Angeli dëmtuar, Geraldo Hysi. Bilaj të gjanë drejtim të Olger Yzellarit. Ka marrë topi më pas në duar e tij portieri Moreno. Basha. Topi gjatë në drejtim të Sonil Vasiliut. Ka shqetësimin e numrit 18 Kasmullari. Më pas Gjata. Shembra zonës Gjata, i ka ndryrë top tokazi, është Lala, portieri Selmani bën mrekullim. Ndërkohë që ka dalë topi numri 10 Geraldo Hysit. E largon
Ajalas topin, Real Luisi ndërkohë në krahun e majt topi, shkon në drejtim të gropës. Në pasimi i tij dhe është në gjysmë lart të sipër, shkon në duar e portierit Moreno. Lala me topin nëpër duar, me topin nëpër kamp. Topi gabuar i Lales, Ajala gjen gjatën, në krahun e djathtë Gjata. Me forcë sa duhet ai tope ka zotruar Bilaj, më pas kapiteni me numër 15 Bega. Shohem, e çfarë ka bon gropa, ka pozicion të paregull. Asistenti dytë Gjergji Gekprifti. Ko që është Kristian Selmani. Jesus Gabon zotron Bilaj, pas është në 19 gropa. Edhe një gropa ka ndryrë Ajala, ka rivëni Ansore i takon skuadrës së Mema Aliajt, të cila po reziston në këto minuta, ku luhet minuta 29 dhe pjesës së parë. 0 Butrindi, 0 Mema Aliaj. Shohem ka tjetër pozicion pa rregull. Geraldo Ysi. Si shkon rivëni Ansore, takoj skuadrës së Butrindit, rikut do të jetë Bocaj me topin nëpër duar. Ajala dhe më pas sërish Bocaj, i cili kthen dhe Gilgu. Çulli. Basha. Në gjejë Ajalen më pas Jugu. Minuta nga fundi kohës së rregull të pjesës së parë. Por ka ngelur, i dëmtuar sërish. Ndërkohë që Selmani, i cili ka ngelur i dëmtuar. Qiellca, cili do të luajë në portë, është problemi ose janë dy lojtarë të cilët janë vetëm në stolin e rezervave dhe skuadra e Mema Aliajt është pa portier. Do të shihet nëse është numri 9, me i cili është pa portier skuadra e Mema Aliajt. Në minutën e 31 të dal portieri Selmani, që se cili do të provoj rolin e portierit, është numri 5. Thuhet se është Bogdani. Është Bogdani. Jo, është numri Drizaj, është Jurgisi Drizaj. Është Jurgis Drizaj ai, i cili i ka lënë dhe duket se është Drizaj dhe luaj në port tek skuadra e Mema Aliajt. Është dëmtuar portieri Kristian Selmani. Është dëmtuar portieri Kristian Selmani në vend të tij Jurgesi Drizaj. Do
të jetë Drizaj ai i cili do të futet në ngeli dëmtuar portieri Kristian Selmani. Është pa portier. Kjo do të jetë Drizaj, si që thash, në vend të portieri Kristian Selmani. Pa besojnë se çfarë ndodhi një situatë e pa precedent miq, një skuadër në kategorisë dytë pa portier rezervë. Nëse kemi parë këtë situatë tek skuadra me Maliajt, vetëm 4 pikë në tabelën e klasifikimit. Është gjë më normale për të parë nuk ka portier skuadra me Maliaj dhe të luaj Jorgejs Drizaj. Shihet situatë pa precedent, miq, që thash dhe pa kompar. Drizaj, Jorgejs Drizaj, ai i cili do të futet në fushën e lojës, duhet luajë minuta 30. Do të ishte minuta 35 në plot tashmë prej 4 minutash. Minutën e 31 është në prerë takimi kur duhet luajë minuta 35. Ndërkohë ka ndjerë shqetësime dhe shoqërohet, ndoshta do të ndërpritet dhe ndeshja deri në shoqërimin e portierit të parë të skuadrës së Maliajt. Po të shihet se pa dhe pa precedent, miq, ndërkohë që autoambulanca do të largoj edhe pse disa metra larg stadiumit Andon Lapa, ka nis takimi edhe pse pa prezencë pa autoambulancës. Skëndera largohen, ka goditje nga këndi. Tjetë Cordova Palacia i cili do të krosoj nga flamuri i këndit ku luhet minuta 32 minuta lojë efektive, krosim rreth zonës, nuk godet më Lala me kokë, ka rivënë fundore, gjatë cilën i takon portieri tashmë Jorgejsi Drizaj. Gjata e pasimi ti Tokazi zotron Drizaj, është top i pari prekur prej Jorgejsi Drizaj.
që është Bocaj, largon Vasiliu, më pas Matushi, Palacio, e zotron Matushi, ka dalë Drizaj, tregohet i vëmendshëm, Jurgesi Drizaj, e ul Jugo, Seko, brenda zonës i ka ndryrë, një prej mbrojtësve ka qenë, të shojmë nëse ka qenë Matushi ai i cili ka larguar në momentin e fundit goditje nga këndi. Minuta 37. Sakt. Në zonës e njërë Drizaj, tregohet i vëmendshëm, Jurgesi Drizaj. Duket se mëson mjaft mirë portierin e dëmtuar të skuadrës së Mem Aliajt. Shojmë, është gjata, Branzonës, Kristi Bashat, realizon golin e parë skuadra Butrindit. Realizon golin e parë skuadra Butrindit me anë të mbrojtësit Kristi Basha. Pas shumë përpjekjeve skuadra e Butrindit gjen golin e parë. Është më pa portier. Ajala, ka gabuar Bilaj. E njëra Ajala. Shton një prej shokëve të skuadrës. Kë mbrapa. Kristi Basha. Shumë të ndonë gjë një për shokëve të skuadrës. Ajala. Kra për Rebi Bocajn, ka shqecimin e Gropës. Qulli. Në gjë një për shokëve të skuadrës top në drejtim të Vasiliut, e ka zotruar Jurgesi Drizaj. Një dojë shpejtësie i futbollistit Geraldo Ysi, të në gjejë Yzelarin, në pas Basha, Qulli, e mbrapa topi në këmbët e portierit Moreno. E njerë, Shaqir Jugu. 2 minuta e 41, por prej 4 minuta nuk luaj, do të ishtë minuta 37, ndërkohë që do të shihet nëse është mbajtur nga ana e gjyqtarit Kotomelo. Lala, fetoi mbrapa, Bocaj, është Ajala. Stop drejtim të numrit 9 Seko, por Amarildo Spaiu ka parë një pozicion pa rregull të sulmuesit Indri Seko. Bega. Jusmjaf mirë. Është top drejtim të Yzelarit, Yzelari përballë portierit Moreno. I vëmendshëm portieri Daniel Musquera Moreno pret një goditje ballore, i vetëm përballë portierit Moreno ka goditur futbollisti Yzelari. Do Bocaj, devijot nga një prej mbrojtësve Palacio, është Vasiliu. Në zonës ka shqecimin e Begës dhe futbollistit Kasmollari. Jugu, lë pra Jalen, ftohet Palacio në rrët zonës, më pas edhe njerë Jugu, ka shqecimin e numrit 18 Kasmollari. Qulli, viton drejtim të Cordoba Palacios, rrotullohet mjaft mirë. Ajala, ftohet Palacio, më pas Zhezos. Ajala, gabon dhe ka zotruar Jurgesi Drizaj.
Zollari në të vetëmin rast. Dhe vetëm për vetëm me portierin Moreno. Minuta e 43. Shifrat janë Butrin 1, Memalia 0, është Kristi Basha, ai i cili ka shënuar golin e parë të këtij takimi. Devolli Maliqi barazim 1-1, Delvina Luftëtari 0-0, Butrindi me Malia 1-0 këtu në Saran, 0-0 Turbina Këlcyra dhe 2-0 Udhëheq Oriku përballë Tomorit. Ka bon Hysi në marrjen e topit. Kasmallari largon Ayala, po drejtim të Cordova Palacios, sprinti ti e ka zotruar Cordova Palacio, gjen Vasiliu, gabon e ka marrë Ilias Bega, pas gabon në parë Lala, ka zotruar Vasiliu, shëma zonës, shumë në krahun tjetër Rebi Bocaj ka i distancë, afërt me portën për godet në mënyrë të gabuar. Çfarë ka humbur Rebi Bocaj? Do tjetë Jurges Drizaj. Minuta e 44. Do shumë do të qetë nëse do të ketë vetë gati koha shtesë për të akorduar në këto momente 44 minuta loj. Butrindi 1, Memalia 0. Të qetë sa do tjetë koha shtes nga ana e Kristi Hoxhës. E thamë është pikërisht 4 minuta shtes. 4 minuta shtes në fundin e pjesës së parë është pikërisht koha e cila është në perdë dhe nuk është shplohet për shkak të dëmtimit të portierit. Në 4 minuta shtesë, por ka goditje dënimi. Jugo, simi brenda zonës së shtyllë në dytë, nuk zotrohet nga Drizaj, i cili e lë të dalë në rivënien fundore. Tjeta portieri, jo, ishte Skënderaj, zotron Gropa, këtyre në ndim të mbrojtjes. Drizaj e zotron më pas Palasi është Vasiliu, i cili duket se nuk është tek porta. Pas është Sonil Vasiliu. Minuta e parë shtesë, shifrat janë Butrindi 2 dhe skuadra me Malia 0. Realizon golin e dytë Sonil Vasiliu pas golit të Kristi Bashës. Në minutën e 40 është realizuar golin nga Kristi Basha, ndërkohë që në këto momente në minutën e parë shtesë dy me 0 shifrat. Bocaj, zotron Bilaj, më i fortë se sa duhet ai top, nuk e zotron Zollari, më pas është Hysi. Arrivën e fundore. Shohem Ayala gjen Bocaj në krahun e majt. Për shqetësimin e Gropës. Është në rryrë Gropa, ka ndryrë në mënyrë të gabuar ndaj numrit 5 Rebi Bocaj.
Luhet minuta e 2 shtesë nga 4 takuar nga Kristi Hoxha nga Gjirokastra. Shifrat Butrindi 2 dhe Memalia 0. Shko që Ajala Simi vazhdon Seko, pas Lala për ka pozicion të pa rregull nga Marino Lala. Drizaj Caushi largon boca e rivënë ansore. 1 minuta e 3 shtesë dhe 1 minutë nga fundi i pjesës së parë. Përkohë që është Jaupi i cili kthe mbrapa, Caushi është numri 19 Gropa më falni. Ka goditë dënimi i takon Memaliajt. Jaupi edhe një Gropa, sërish e Klani Jaupi kohë mbrapa që në një prej shokëve të skuadrës ishte numri 6 Caushi. Eldian Caushi Ajala që në gjata në krahun e djathtë. Sekonda e fundit të kohës shtesë për 4 minutash. Ndërkohë që është Vasiliu ka dy luftim me Skënderajmi, forse sa duhet ai top. Vetëm rivënie fundore duket se shikon kronometrin Ervin Kotomelo për t'i dhënë fund pjesës së parë. Ndoshta pas goditjes nga rivënia fundore, tjetë e fundi kësaj pjese lejon lojën kryesori Kotomelo. Ndërkohë ka goditje dënimi, është në mënyrë të gabuar nga futbollisti Çulli në drejtim të sulmuesit Olger Yzellari. Tjetë Bega. Kraun e majt shkon në drejtim të futbollistit Gropa. Bega është në rryrë nga Vasiliu, ka zonë të lirë futbollisti Palasi tashmë për Zotron Kasmullari, topi i cili shkon pranë vjes ansore, ka mbyllur pjesën e parë këtu kryesori i takimit Ervin Kotomelo, duke mbyllur gjithë pjesën e parë me 45 minuta plus 4 minuta shtesë në fund të saj. Butrindi 2, Memalia 0, kujtojmë golat minutën e 40 Kristi Basha dhe minutën e 45 plus 1 Sonil Vasiliu. Pas 10-15 minuta shpushim, rikthehemi sërish për pjesën e dytë. Bashkë, minutë gjofshim.